Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Plullum Pilinçi. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmbrëma. Kërkohet koka e ballukut. Fillon lufta për fronin e Ramës. Profesor, apo fillon vërtet lufta për fronin e Ramës? Apo këto janë lëvizjet e fundit për të jetuar sa më gjatë në pushtet? Mirëmbrëma të dashur shqiptar kudo që ndodheni. Gazetarja pyet i gjen nga televizorët që kanë filluar çdo ditë nxjerrën fytyrat që deri dje me këto fytyra ata minin rrogët. Dhe kam fjalën për gazetarët, analistat e televizorëve të tyre, Top Channel, Klani, News 24, Ora News, domethënë gjithë televizorët e tyre privat, televizori Ylli Rakipit, i Meksit. Pra dashur shqiptar, nxjerrën fotografit, e shoh foton aty, brapa hekurave shoh kryetare bashkisë, por brapa hekura do shkojë dhe Berisha, kurse balluku e ka minutën. Unë kam thënë dhe përpara dashur shqiptar që të gjithë ta që do arrestohen. Nuk arrestohen vetë si persona, po dhe si familje. Pra arsye se bashkë i kanë bërë të gjithë. Për shembull, dhe kryetari i bashkisë të Tiranës. U martua, vajti u martua në vendin Kalan më të njohur të Tepelenës, domethënë në Gjirokastër. $miliona. U gjeti. U martua me gruan e tij, $miliona harxhonte për një kafe. A here, si mos jetë burg. E ema dohet burg, i vllai dohet burg. Të gjithë ju po më shkroni, disa më shkrojnë, e thonë, a ka do një arrestim të ri? Po mirë mo shqiptar, pse nuk pyesni e thoni, a të vim të punojmë në qeverinë e re? Pse nuk thoni, a do marrëm pasurit, po u ka ngelur mendja nga propaganda politike që bëjnë këta rrugatshëria? A do hyje njëri në burg? E çfarë diferent ka që hyn njëri në burg, o dy veta? Këta janë më mira për të hyrë në burg, dashur shqiptar. Unë nuk kam thënë që Spaku paguhet nga Amerika. Unë kam thënë që byroja kombëtare paguhet nga Amerika. Amerika nëse harxhon $1, e nëse atë dollarin ja vjedh njëri, ai përfundon një rrugë shumë të keqe. Jo vetëm burg, po edhe gjëra të tjera. Këta i kanë vjedhur Amerikës miliona dollar që Amerika i kanë shpenzuar për shqiptarët, për të pastruar llumin e shqiptarëve, për t'i pastruar njëri mirë, sepse aq kanë vjedhur, jo vetëm që kanë vila, jo vetëm që hanë drek e darkë jashtë tokës shqiptare. Pra, nuk është gjë e re që arrestimet, tensioni është, e kam fjalën, gazetarja 100% do të ketë fjalën dhe Edi Rama. Edi Rama, dashur shqiptar, prapë sot ka qenë spak. Dijen spak. Thonë që zëvendës kryeministri është jashtë, jo, që ke këtu. Nuk ka për ti kur më jashtë. Zëvendës kryeministria do marri shumë me vete, shumë drejtora, shumë kompani, ndërtimi, do t'i marrë dhe ata me vete, sepse ata kanë marrë parat, i kanë darë bashkë, pa punuar, i kanë bërë bashkë, pa mbaruar rrugët speciale, në vend të bëni për shembull 40 cm të zemë, se nuk jam i rrugëve, e kam për 5 cm. Bëhet gropa të nesmen dhe makina prishet. Të e kam bërë qëllimisht. Pra, dosjet janë shumë të dashur shqiptar.
Sot disa janë gëzuar, thonë, u hape një dosja e zvenc kryeministres, e Ballukut. Dashur shqiptare ka shumë dosje. Ato dosjet janë përfunduar dhe janë gati. Ju nuk e dini, dashur shqiptar, sa shkojnë SPAK. SPAK-u rri 24 orë hapur, që vjen njerëzit. Sepse disa gazetare e gazetar lamatisin gjoja s'kur din, po s'din asgjë. Nga SPAK-u nuk di asgjë, dashur shqiptar. A ishin i televizorit si janë bërë, janë jurist, janë gazetar, thonë jemi jurist, jemi gazetar, jemi analist, jo do bëhet shu, jo do arrestohet ky. Gjitha janë propaganda politike për të humbur vëmendjen. E dini pse? Edhe ata që dalin në televizor, që bëjnë planet, ku do arrestohet, ku do bëhet, ata janë për të arrestuar dhe ata. Sepse ata s'kam punuar një ditë, po ka lamatitur në për televizor, ishën të dy partia, po gjoja s'kurzishin, bëhen avokat, a ishini të dashur shqiptar. Nuk po i ze emrat e avokatve, se kur i ze emrin, ngrihet, quhet avokat. Ata si avokat. A i Peqa tha sot, të dashur shqiptar, nuk ka prova, o njeri, SPAK-u nuk di asgjë, nuk ka prova të sigurta që të arrestojnë Berishën, për 21 janarin, për shembull. Po si s'ka prova për 21 janarin, janë vrarë 4 veta, as mbi vend të botës nuk janë vrarë me qeveri. Po si nuk ka prova, dashur shqiptar, 97, 5.000 veta janë vrarë. Po si s'ka prova dhe Vlorën, deshta Helmonin dërguar në avionet, që të Helmonin labrin. Po si s'ka prova, janë prova. Po nuk ka prova për naftën që ja quan Sërbëve, që i vran bosnjakët, e më vonë vran Kosovarët. Nuk janë prova këto. Po nuk janë prova piramidat që ju që po më dëgjoni i keni shitur shtëpit për të bërë me para ngelte pa shtëpi, edhe sot se keni marrë ato para. Po nuk ka prova që odh bomba si bomba atomike në Vorë, në Gërdec. Nuk ka prova. Provat janë të gjitha, dashur shqiptar, por çdo gjë u bë me rregull, u bë avash, u bëm në kontroll, mori vërtet kohë, por jashtë minutat e fundit. Unë nuk e kam thënë kot që janë 1800 veta, 1820 deputet për 35 vjet. Të 1800 deputet do arrestohen, ata që janë gjallë do konfiskohen, ata që kanë vdekur do konfiskohet familjet e tyre, që kanë hotele në Bregdet, kanë hotele në Kavaj, në Mali Ropit. Pra dihet çdo gjë. Kryetarët e bashkive që janë bërë milioner nga hiçi, janë milioner. Pra dihen të gjitha, dashur shqiptar. Dihen vilat ku i kanë. Dihen veshjet, makinerin. Nuk dihet. Të gjitha janë. A e mbani mend djali i Bankës Kryesore të Shqipërisë, i biri i tij, fshinte fytyrën me $500. E mbani mend vetë. Pra, le që duhej dënuar jati, por doli, fitove dhe para, doli pa faqe. Po jo, atje do ve prap në burgu. Të gjitha ato që kanë bërë për 35 vjet, që të gjithë do t'i lajnë në sapet këto ditë. Pa gazetare, Rama nuk peze gjumi, por Rama s'ka ku vete. Për arsye se Rama është i gëzuar të hyjë në burg në Shqipëri, por Rama si kanë ardhur nga Amerika për ta marrë. Pra kjo është kyçi kryesor. Pra o shqiptar, shikoni, bëni propagandë në për kafene, nuk po janë arrestuar më, duhet të arrestohet. Filani, kot. Po janë arrestuar kokat.
e Shqipërisë. Frika e Ramës nga Balluku. Pse kërkohet eliminimi politik? Profesor, sipas jush, përse zoti Rama i ka frikën zonjës Balluku? Shqiptarët e mi, Rama ka vite që punon në qeveri, jo sot, jo 13 vjetë. Ka qenë ministr më përpara, ka qenë kryetar bashkie, ka që vjetë. Tërë ato kullat që shini ju, ato janë darë. Bej 10, mi e 5 mua. Pra, Rama nuk ka frikë nga Balluku. Rama nuk di ku të hyjnë tani, nga zullumet që i ka bërë shqiptarëve. Nga pallatet që ka prishur fukarejnve shtëpit, nga Prakja, kudo. Nga që i ka prishur në Bregdet, që nuk e la të vinë turizmi, po e bëri qëllimisht largoshe turizmi. Rama, mbi kurrizet ti, ka shumë gjëra. Po janë 2 kurrize të dashur shqiptarë. Është kurrizi Ramës dhe kurrizi Berishës, themin e shqiptarët, që nuk mbajnë më, kanë hyrë bilem në tokë, nga pesha e vjedhjes, nga pesha e vrasjes. A i patë, si tha Berisha, prinsi e Janari, jo tha, i ka vrar Rama. Do me dhenë, që është e paparë një histori, që të dyja partit vrasin njerëzit për interesin e tyre personal, o familjar. Pra, gazetare, nuk është vetëm paniku, nuk është vetëm kriza në qeveri, kriza të dashur shqiptarë është në gjithë trohet e Shqiponjës, si në Malzi, në Maqedoni, në Malzi, së mos Kosova, vjedhjet që janë bërë dashur shqiptarë, që i kanë vjedhur, krerët që i vuri Sërbi në krye, erdhi fundi tyre, dhe gjithë pasurit e tyre, do kthehen në shqiptarët. Pra, kriza është si tamam si e qiriri që ndes të dashur shqiptar, është fikur. është fikur. Në Shqipëri nuk po e merr vesh i pari të dytin në Tiranin. Ju i patë edhe të quajtura zgjedhje që s'u bën. A here, kryetari i KQZ-s, si mund të dali e të thotë fitoj filani kryetari i bashkisë për shembull Vlorë o Tepelen. Si mund të votosh? Është një rregull ndërkombëtar, nëse nuk ka 51%, nuk ka zgjedhje. Shtyhen prap. Po dashur shqiptar, ju vetë nuk i doni me këta se i pat. Pra, të dyja partitë e din që janë leminuar. Pra, kanë mbaruar të dyja partitë dhe njerëz të tyre që zenë bërtasin njëri me tjetrin. Pra, gazetare Edi Rama ka përfituar ka 2 javë. Të gjithë në zyrën e Ramës, ambasadorët e BE-s takim në kryeministri për integrimin. Profesor, mund të na shpjegoni arsyet e kësaj mbledhje në kryeministri? Vërtet arsyeja është integrimi i vendit në BE? Të dashur shqiptar, e mbani mend para një muaj, 2 muaj, që erdhe qeveritarët e Evropës, rrugaçëria e Evropës. Shqiptari ju një të mençëm, fëmijët tuaj janë në përbote e din fare mirë. Ju e dini fare mirë se kush është Bruxelles, kryeqyteti i Evropës. Ju e dini mirë se kush është në parlament, me ignorantët, se ignorantët që kemi ne këtu në parlament. A e dini kush janë ambasador, dashur shqiptar? Vinë me një gjaket dhe kur dalen me 10 kostume, me çanta, me para.
I kam letë Rama që e din ambasadorët, e din gjithë ambasadorët, përveç Amerikës time, Gjermanisë dhe Austrisë. E din ambasadorët se kur qeveria re, kur ne të shkojmë shumë shpejt, nuk do shëtisën me. Por në qoftë se do vinë me i gjaket të vjetër, me atë do kalojnë, do iken prapë. Nuk do venë në restorantat luksoze si që vend tani, që jo vetëm që hanë ushqimin e shqiptarve, po kur dalen nga restoranta, marrë një çantë me para. Këta lloj ambasador. Këta thonë do vem në Evropë. Do vajtë kanë shqiptarët me pederastët. Po e them hapur më mirë, Shqip. Do vej kemi ne. Ne jemi në Evropë. Ne jemi në palcën e Evropës. Unë nuk kam thënë gjithmonë dashur shqiptar, do të quhet në mes zemrën e Evropës një Amerikë e vogël që do quhet Shqipëria o Albania. Të dyja do t'i doni. Po do jetë me të dy flamurët, kudo. Këta, a shini me Mercedesa, kurse në vendin e tyre nuk i kanë këto Mercedesa. I kam blerë këtu dashur shqiptar, i kam blerë me gjakun tuaj që po rrini në gjumë. I kam ledhur, po nuk e shpëton dot. Nuk e shpëton dot as Izraeli, që i kam bërë dokumentat si Berisha. Dhe Edi Rama mendojnë që të veni Izrael. Po jo në Izrael të veni ata. Por në henë këtu në Tiranë do t'i shini të lidhur. Nëse nuk dorëzohet vetë Berisha, si që thash. Jam i bindur i do dorëzohet. E din që ne i kemi qelshat, jo në Izrael, po e në henë. Ati kush flamuri në henë, a i din dashur shqiptar se këto dy flamur janë në henë? Ka qenë djalë shqiptar, i lindur në New York, dhe ngriti flamur shqiptar, u bë inxhinier, bë filozof, dhe kur vajti, kishte marrë me të flamuri e tij dhe ngriti, e në henë kemi flamur. Dy flamur janë, flamur amerikan, flamur shqiptar. Pra gazetare, unë i them publikut, unë i them shqiptarve, i them dashamirësve, i them edhe armiqve shekullor, jo të vini te Rama ju, po kudo që të vini, ju keni përfunduar. Vetëm unë jap një këshill, rrini për ambasada, është lider kombëtar, ulni atë kokën, nuk do vidhni me si që keni vjedhur, se kur vini, mini çantat kur kaloni me para nga kryeministria. Ashtu i keni marrë në të gjithë kryeministrit, që kanë qenë për 35 vjet. Pra, gazetare këta janë rrace atyre që qenë paraj 2-3 muaj. A i mbani mend dashur shqiptari që u përkule Edi Rama, i dha unazën kryeministrit grek, kryeministris italiane. Këta janë ata bishtat e tyre. Këta janë ata që kanë bërë hoteli. Këta janë ata që kanë vila që flenë, kurse shqiptarët e mi flenë në përkasolle. Këta janë ata që hanë mish çdo natë, pinë verë, pe $5,000, kurse shqiptarët e mi nuk kanë të pinë ujë. Këta janë ata që fëmijët e tyre shëtisin me xhame të zeza, kurse fëmijët e shqiptarëve rrinë për rrugët e Evropës. Pa pra janë. A pra. U thres çdo ditë të vini. Jo për revolt. Po të vini. Në shpresa e kombit. Kjo është shpresa e kombit. Duan të huaj, është vendosur. Jemi gjallë dhe shqiptarët. U kemi thënë 1000 herë. Ne kemi Chelsea jo sot, po me 100 vite. Sidomos 100 vjet e kanë shqiptarët edhe në Amerikë. U kam thënë të dashur shqiptarë. Para një 2 jave, s'kur e firmosën disa kryetarë qeverie bashkë me
presidentin e Amerikës që nuk kam luftë. Po. Filloj sot. Filloj shumë keq. Po jo në tokën e Shqipërisë. Jo në tokën e shqiponjave dashur shqiptar. Pra, gazetare, mos u shqetësoni, që këto janë manevra, këto janë, këtë fjalë e mësova në Shqipëri, mashtrime, se nuk e dinje këtë fjalë, këto janë që të kufizojnë njerëzit, ti trembën, ti bejnë, ja unë jam kryetari, kryeministër, ja më kanë erdhur qeveritar, unë e shoh flamuri, që flamuri është atje. Ai flamuri me 3 ngjyra. Pra, të dashur shqiptar, këto luksoze që i bëjnë, që vinë edhe kalojnë aty dhe marrën nga një çantë me euro dhe dollar. Këta kanë baruar, ne jemi gati, por ne kemi shpresat, ke shqiptarët, nëse ju nuk doni të bëni shtet, nëse ju nuk e doni të bëni këtë program, këtë kushtetut, unë jam për ju. Nuk jam për vete. Unë kam pashaport, diplomate u shkoj kudo. Unë kam erdhë për ju. Mos rini me gjumë. Mos rini edhe ngrijeni a do arrestohet e një njeri, a do arrestohet. Që ashtu filluat që në fillim. Po më arrestua kryetari i bashkisë, ja pra u arrestua. Po më arrestua Ilir Meta që hypte maj hekurave, ja pra u arrestua. Ja Edi Rama e kërkojnë për në Amerikë, për në burg. A ishtë dënuar, është hapur. E bjas që erdi këtu mirë të para, benin dallavere kundra Amerikës. Po jo, Amerikë nuk e do të njëri. Sa do që të përpiqet, Amerika është numër 1 në botë. Është me fuqishme, është me pasur në botë. Pra, kjo është Amerika dhe kjo është Shqipëria. Regjia, lutem me foton tjetër. Rama në SPAK, vjen vendimi i rrëfeshëm. Profesor, ju keni thënë që zoti Rama do arrestoj ditën që do bëhet qeveria teknike. Por me sa duket Rama po thirret që tani në SPAK. Si e shpjegoni ju këtë? Shqiptarët e mi që po dëgjoni nga Amerika, e di që sytë këtu i kini për tokën tuaj, për vendin e stërgjyshve tuaj, për vendin tuaj që keni punuar në për kooperativa e ferma, pabuk, për vendin tuaj që e ndërroni nuk u gjumi natën, e di shumë mirë që janë vetë emigrant për 50 vjetë, jasë ku tuaj e ndërroni çdo mëngjes nga lotët, e ndërroni sepse jeni me një vend në përbot që nuk e dëshironi. Pasuria nuk të ngre dashur shqiptar, të ngre mallëngjimi, të ngre nëna, lagja, fshati, shoqëria. Nuk të ngre pasuria. Ja pra, a ishte të pasur këta? A shëtisni? Ja pra herë në fund prapë. Të ngre dashuria. Shqiptarët kanë dëshirë për komp. Edi Rama ka vajtur mbi 5-6 herë SPAK dashur shqiptar. Nuk ka vajtur vetëm sot. Ka vajtur për çështje anti-shqiptare. Edi Rama e shoh në foto me kryetare SPAK-ut. A mbani mend edhe disa ata që rrinë për kafene që thonë Edi Rama e ka SPAK-u në dorë. Berisha bërtet e shan më nën e më babë. I del jashtë fjalorit. SPAK-u s'bë shamat. Sepse kontrollohet nga të tjerë. Sa më shumë militari i kovës kur mblidhet, e zë dhe kovën me dorë dhe derdhë ujë në derdhë. Pra, gazetare,
me bëre pyetje pse kam thënë gjithmonë që Rama nuk arrestohet sa t'jem unë, do arrestohet atë ditë që të birë qeveria e të bëhet qeveri e re. Ne jemi bërë qeveri. Po them pse të dashur shqiptar. Pse kam thënë? Sepse këta bëjmë propagandën për revolt, për të djegur Shqipërinë. Sepse policia nuk ka fuqi të dashur shqiptar. Policia është pa bukë. Daq më besoni, daq mos besoni, po flas realitetin. Policia 99% është pa bukë, është pa plaçka, është pa këpucë. Po të afrohesh policit afër bjerë djers. Është i pangrën me ziflet, se ka rrogën 500-600.000 lekë. Do me thënë $600. Këta duan që të djegën Shqipërinë. Pse kanë prishur disa në Tiranë, Karshi, atyre dyqaneve të mëdhenj që janë bërë. Ishin të tyre dashur shqiptar, të pa përfunduara, gati 100 cop vila që do t'i shisin. I prishëm, sepse ne i bëm, ne t'i prishëm. Këta duan revolt. Nëse Rama ik të dashur shqiptar, policia ka përfunduar. Ka përfunduar. Edhe shefat e tyre, atë duan dashur shqiptar. Të bëhet rëmuj, të digjet Shqipëria, të digjet Tirana, që të mos e ngrejmë kokën me vitet të tjera. Këtë mendojnë, për këtë themu. Pa shkollaj, Edi Ramën, nesër arrestohet. Po ja revolta u bë. A i keni parë si thanë më datën 12, sot është data 12, do bim revoltën, përdor dhe emrin tim. Që të vini shqiptarë, se nuk e dinin. Të dyja partit. A i keni dëgjuar si thonë, do bëjmë revolt në atë ditë. Për të djegur, po jo të dashur shqiptar. Demonstratat e fundit ja 8 që janë bërë nga Berisha, pa mërësi se aty ishën të pëses, po të quajtur PD-ja, ishëm në kontroll dashur shqiptar. Nga Kosova, po e them hapur, kishte ardhur me armë, janë ndaluar në kufi. Nga Marsia, po vinin me armë, gati 30 veta, u kapën dhe u ndaluan. Që të qëllonin në mes të Tiranës, që të fillon të zjarri, që në Tiranë e të dilte Korç, Shkodër, Gjirokastër, Vlorë, e kudo, ta bëni 197 më të rrezikshëm. Po jo. Ky është qëllimi që kam thënë unë. A ditë që hyn qeveria në mëngjes, më darkë gëdhjet me një diell. Ndron komplet. Qa ditë policia pague, të paktën merr 1200 me 2 javë. Qa ditë ndryshon arsimit dashur shqiptar. Më kanë ardhur me qindra profesore të vjetra e të vjetër në moshë, që do kthehen, do vinë përsëri t'u japën mësim. Që të hapën përsëri universitetet, gjimnazet, shkollat fillore, 7 vjeçaret, 8 vjeçare, si i quani ju, të fillojnë përsëri që të xhersin fëmijët e shqiptarëve të dalën të shkëlqyshëm. Ky është e qëllimi, të djegin Shqipërinë, të helmojnë fëmijët, siç po i helmojnë me droga, të përzejnë njerëzit nga Shqipëria, e pastaj të digjet Tirana, e qa fitojmë ne, shqiptar? Po jo, ne jemi në kontroll, dofta ju i dëgjoni dashur shqiptar, helikopterët si lëvizën mbi kokën e Tiranës. E u kam thënë, e po u them 1000 herë. Ne kemi me qindra, me mira njerëz që janë tonit, që janë tuaj, janë në polici, janë në ministri, janë në përbangat, janë kudo të dashur shqiptar. Kudo që shikojnë që të bajnë gjëtësi, që t'i kini ju vilat,
Ti kini ju dyqanit. Ti kini ju pasurit, sepse janë pasurit e stërgjyshve tuaj, që të vinë nga jashtë, nga Evropa, nga Amerika, nga Azia, nga të katër anë të botës, të vinë e të keni ju vilë. Jo të rinë si po rinë me qiran në për Francë, që i përzejnë të dashur shqiptarë. Ma marrën pashaportën edhe hedhe. Ata kodosha që patu dhe me makina në kryeministria e Edi Ramës. Ata janë ambasadorët që urdhojnë Francën, ambasadori i Francës. Mos i përdorin shqiptarët. Ja shkoni këto makina. Këto janë ato fytyra që juaj edhe pashaportë aty të dashur shqiptarë. A i shef flamuri ku e ke? Ta janë që bim plane me dy partit, që bënin plane me dy partit për të shkatruar shqiptarët. Për të thënë, jeni në Ingles, që i dhoni pashaportë. Përdoni keq, futin një burg. Jeni në Francë, futin në burg. Jeni në Greqi, çmos bëni për shqiptarët. Pa ma grekët harron se kemi 1 milion shqiptarë. Ne vetëm një sinjal t'u japim. Për 10 minuta e në marrëm Greqinë. Pavarësisht se Turqia e ka rrethuar. Pra çamëria shtonë. Pra dashur shqiptarë, ky është qëllimi që them unë, Edi Rama që zgërdhitet, e di që do arrestohet kur bëhet qeveria. Do arrestohet për dëmin që ka bërë. Të dali para gjyqit, çfarë ka bërë? Gjyq popullor. A më keni thënë që do një gjyq popullor? Pra ju do bëni gjyq popullor të dashur shqiptarë. A ke diçka për të shtuar? Unë vetëm kam për të thënë shqiptarëve se fola boll, ti jenë të qetë, dashur shqiptarë, si që u kam thënë, pili që u ka thënë që në fillim, nuk ka zgjedhje, s'do ketë me zgjedhje në Shqipëri, nuk do ketë me KQZ, me ata mjek rushët, ata do përfundojnë në burg. Nuk besoj dalën nga burgu. Nuk do ketë me KQZ dashur shqiptar. Po do ketë zgjedhje si në Amerikë, çdo qytet, çdo komune, do ketë makinerin, do dalën 80 deputet dashur shqiptar, të dalën nga lagja, nga i fshat, nga i qytet, ta njohin, a i do fitoj. Ju do të jepni votën ju. Do quhen vërtet votime. Nuk ka bërë votime ka 100 vjet dashur shqiptar. Erdhi regjimi bolshevik, ishte zogu, iku si iku, erdhi komunizmi, ishte një kutije e zezë dhe një e kuqe. Ti njëjtën dhe tani. Tani vërtet janë 2 kuti të dashur shqiptar. Pëdeu pëse. Po jo. S'ka kuti. A e keni parë KQZ-ja që bën? E pa parë një histori në botë. Nga Tepelena, nga Himara, i marrën kutit natën, gjojat i sjellën në Tiranë. A ka përvaki do njëherë, marrën 2-3 kuti, ti sjellën në Tiranë. Ato i marrë rrugë i hedhën në Shkumbin. Sepse e din që do bëjnë. Këto kanë bërë me majme. Se themin e do bëjnë 80 deputet dashur shqiptar. Do dalën direkt nga populli, nga shqiptarët. Pa dallim partije, pa dallim feje. Ne jemi shqiptarë, ne jemi një racë, një komp. Ne kemi një fe të flamush. Pa marësisë, se fet çdo njeri ka qef. Të bënë musliman, katolik, ortodoks. Është dëshirë e tij. Por, do erë 41 senator. A i pat në Amerikë, dashur shqiptar, që u mbyll për një kohë. Ju tek njerit, e tha, unë mbyll. U mbyll senati, votuan, edhe hapën dyert përsëri. Senati janë juristë dhe ekonomistë dashur shqiptar. Senatorët e kanë fjalën që do jenë 41.
Ta do t'jenë ekonomist ose jurist. Pse ekonomist e pse jurist? Sepse e shohin ligjin dhe ekonomin. Din t'i shpërndajnë parat në për qytetet e tjera. Ata janë vendimi. Dhe kongresmenët, do me thënë deputetët, japën parat. Po pa firmosur senati s'përhet asgjë. Aman vjen vërtet jurist dashur shqiptar. Vjen vërtet ekonomist. Jo si tani ja, keni parë mblidhen për çështjen e juridike, ju që s'din shkollë, ai pat atë zonjën para ca ditëve çfarë fliste. Unë di disa gjuhë, po në gjuhën e saj nuk e mora vesh. Se qa thotë që se sa mi veta, se do paguar njerëz, o gasi botës. E më vjen keq se ishte e re në moshë. Pa kulturë, pa shkollë, e marë dhe e vënë. Edhe ngreje karton, e ngreje e uli, e ngreje e uli. Pra të dashur shqiptar, duhet ky liq, ne kemi përfunduar, Kushtetutën amerikane e kemi përkthyer në Shqip, do të shihni dhe vetë shumë shpejt. Ne kemi bërë 3 drejtori dashur shqiptar. Drejtorinë e policisë, nuk do ikën policat. Do ikën ata polica, ata shefa, që i shërbenin të 2 partive, që i shërbenin bolshevikëve, që i shërbenin shqipfolsve, që i shërbenin hajdutëve, dhe që i shërbenin vetes që vithin mira dollar. Pse i vithin mira dollar? A i keni parë vetë dashur shqiptar? I kam parë, i kam fotografuar. Dalojnë makina në mes rrugës. E i thot, kishe shpejtësin, mi e pletra. Por zotni, ose kishe shpejtësin. Kishe. Që ndë nëzirë 20.000 lek, 30.000 lek. Sepse nuk i mere politë që ja mirëte. Se pak më poshtë, 10-20 metro rrite Karagjozi, shefi tyre. A i mblidhte. Edhe a i u ipte këtyre rrugachëri. Pra, dashur shqiptar nuk do ketë më kështu. Do ketë qetësi. Çdo njeri do marrë pasuritë e tjera e pasuritë e tyre që ka patur gjysë tër gjyshi. Ato nuk kanë ikur, aty janë. Do thoni ju, pa ishte 7.500 e njesh. Dashur shqiptar, si në veri, si në jugë, si në lindje, si në perëndim. Çdo njeri i di ku janë tokat e tyre. Nuk i ka zë. 7.500 është bërë më tetë në Bregdet, në Myzeqe. Ato kanë qenë vendet e ujit. Unë e mbaj mend, ishe i vogël. Myzeqea ka qenë gjysmë metër ujë. Shtyllësi ka qenë gjysmë metër ujë. Knet, u thanë, këto toka janë ndarë nga 7.500 e njesh. Pra, çdo njeri duhet i kënaqur. Nuk do ketë me allavrasje, t'jeni të bindur, sepse 7.500 që i ka bërë allavrasje. A e pa qa ligji nëzuar pardije, e din që dohet e ligj, e nëzuar ligjin që të mos e fëndosh tjetëri të thuash, të martohet mashkull me femër, të reshtë të lirë. Qa jemi në Hollanda, jemi në këtu? Hollanda e lulit, jemi këtu në? Hollanda e këtyre rrugachve? Kjo është toka e Shqipërisë. Tini të bindur shqiptarë, se këtu janë 2. Femër e mashkull. 2 gjini. E në Amerikë janë 2 gjini. Pra, do të ngelin me shekull, sidomos në Shqipëri, nuk të garantojnë në Amerikë, në vitet e ardhshme, por në Shqipëri u garantoj e në shekujt e ardhshme dohen 2 gjini, femër dhe mashkull. Do martoj shqiptari me shqiptarin, jo me të uaj. Sepse nuk do dihet i qetë. E din vetë shqiptarët jashtë adeut qa po ndodh. E din që qajnë me lot. Jemi raca me pastër, me zgjuar, me bukur. Dhe këta kodosha me makina
duan neve të shia, pra të janë mbledhur. Këta me makinave, pra të janë mbledhur sot, që ti thonë presidentit të Shqipërisë, ati Matufit, ti thonë që firmose atë që ne e votuam në parlamentin e tyre, në parlamentin e Rrugaqëm. Po unë ja dhash një këshill dje, edhe i prap jap një këshill. Bariam, ke bërë shumë gabime, nga hiqi të bën general, nga infirmieri të bën doktor, nga doktor të marë duke bërë pazare në Bregdet, shisje tokat e shqiptarëve, të bën president. Vajte e mbylle Skënderben, e hoqe nga dhoma. Të njëjtin e kam unë, atë. E hoqe pastrove. Sepse vinte turku. Sepse vinte armiku tonë shekullor. Punë e madhe. E mbuluat edhe Skënderben në mes sheshit. Se doni ta prishnit. Futët disa të huaj për ta rëndzuar, për t'i hedhë bomba, para 3-4 javë. O dështovi. E keni mbuluar me mushamaje, gjoja e regulonit, kur vinin nga turqit. Kur vinin e një zdojnë e Skënderben, grekët. Pra, Bariam, ke bërë shumë gabime, ke fëmi, ke një vajzë, djalë, i e në luks, harrove se që kishe dje, i ke nëmruar parata shi me metrokup, por se ti e firmos, jam i bindur, se më ka shkojtur shumë njerëz mbrëm, me qindra, dhe më kanë thënë që ne pilinqë, nëse a i e firmos, ne do vem të herë më zvarë. Kujdes. Kujdes nga zjarri, kujdes nga plumi, kujdes nga populli. Se i ka vajtu dej në fund. Se shqiptarë s'kan ujë, s'kan bukë, o të shqitë, të bëshe një horleq, të martosh mashkullin me mashkullin. Dhe dalën e për televizoret, edhe flasër me krenari. Unë i thot, kam burë mashkull. Si a i, që vajti në kryeministri sot, i Bashkimit Evropës. Pa pikturpi ka fëmi, e tha ka marrë një burë. Ajo duhet mos pranuar në tokën e Shqipërisë. Ka një rregull dashur shqiptar. Çdo shtet në botë, nëse një ambasador vjen në Amerika, e nuk e do shteti, i thot, nuk e duam këtë, dërgon një tjetër. Po që të vijë një nga Evropa, nga Hollanda, apo ky, ma qypi, që ka përder, e vjen në parlament, e thot, erdha me dashnorin, me një mashkull, e ju do hequr, u do hequr zvar, dhe në aeroport, e ti bjesh edhe me shelm, e ti thuash, hajde merreni, se nuk takon këtu, do na prishin neve kombin e Shqipërisë, sepse kanë rënë në dorë të spionëve, të shqipfolësve. Pra, Bariam, ke dy gjëra, mos e firmos, o largohu një herë mirë, e mundet të kesh lehtësira, se dosja tënde është shumë keq, sidomos ka vajtur shkrepsja gati për dëndezur. Nëse ti e firmos të ngele ty, sa janë mbledhur këta sot, që nesër ti duhet të japësh gjevap, ose të premte. Të thuash, e firmosa të martohet mashkull me mashkull, femër me femër, të hapi dyqan, të bredhë për rrugët, të mësojnë fëmi, ti marrën si atë vajzën në Fevziu. E pat vetë dashur shqiptar, 14 vjeç e këshën marrë, djallë, e bën vajzë me zorë. Edhe ajo
ka treguar shumë gjëra. Tregon shumë doktor se ç'po bëjnë. Ka treguar shumë gjëra. Dim shumë gjëra tani. Për të habitur. Vinë të hajtë, sjellën miliona dollar që të prishin Shqipërinë. Sjellën droga që të elmojnë rinin. Sjellën gjëra që t'i kthejnë mashkull, të martojnë mashkull me mashkull e japin para. Me femra që të ullë autoritetin tonë. Po jo, nesë nga kanë ullë dot. 400 vjetë në mbajti Turqia, 100 vjetë të mira, po në mbajtën bolshevikët, Sërb, Rus, Grek, Kines, dhe 35 vjetë me plirat e plirave, me lumin e lumit, që ai lum që është në parlament, si shta ajo, ai djali i ri që dhe shish për vajzë, në parlament janë shumë që janë lesbien e gejtë. I ka me emra. Pra dashur shqiptar, rrini të qetë. Erdhi dita juaj, erdhi dita e gëzimit, u garantoj, erdhi dita të shini nipra tuaj, të shini fëmijë tuaj që i kini për Evropë, në Itali, në Francë, në Ingilterë, kus janë shqiptarë, Bullgari, Rumani, edhe në Serbi kini. Greqi, 1 milion, 1 milion gati në Itali. Pra të dashur shqiptarë, janë 6 milion shqiptarë të shpërndarë në Evropë e në Amerikë. Por në Amerikë janë mirë, por aman, më mirë do t'jenë në tokën e Shqipërisë. E njërë të dashur shqiptarë, natë e mirë do të dëgjoni arestime, minutën, janë arrestuar sot 3-4 veta të tjerë, o të quajtur drejtor që shisinin, më thënë, rrugët, që bënin pasar me Turqit, me aeroportet, me atë të Kosovës, pra e shumë gjëra të dashur shqiptarë paresojnë çdo ditë. E vrasja që u bë në Rinas, do t'ja dëgjoni tymin nga është dhe pse është. Me këtë rast, unë them atyre të rinjve që zbrazën armën, mos mirëni mend e qeveritarëve, e deputetëve, u muar me qafë, tregoni të vërtetën sonte, tregoni bëni telefon e FBI-ja shqiptare e kini këtu. Lajmëroni sa më parë që të shpëtoni, sepse u duan ju të eliminoni, është e qëllimshme, do të zgjidhë shumë gjëra që të vish në aeroport me armë. E dini në orën, saktimin, në atë vend më kryq, që e goditur dhe hotelet, edhe në të shtatën së shbërë. Është e qëllimshme, sepse në atë aeroport të dashur shqiptar, në atë aeroport ka ikur miliona dollar flori. Në atë aeroport. Gjoja vitin bangat, përgatitur. Pra do të dëgjoni historinë e kësaj, shumë shpejt, po në them të gjitha atyre të rinjve, që janë marrë me droga, që janë marrë me vrasje, janë ca në përburgje, do t'i nxjerr. Largoni nga shqipfolësit, sepse Shqipëria ka nevojë për ju. U ka marrë me qafë, jeni dim të rinj, pa shkollë, u kanë dhënë ndonjë para, u kanë dhënë ndonjë motorciklet dhe bëni antetat, ndaloni sa më parë. Nëse keni dëshirë të bëni antetat, bëuni atyre që u thonë të bëni. Bëni qeveritarëve, bëni atyre deputetëve, se ata u kanë emëruar. Mos vrisni njerëzit e varfër në për rrugë. Mos vrisni njerëzit janë të pangopur, me bukë, me ujë. Natë e mirë dashur shqiptar, miru pafshim nesër, rroft flamuri shqiptar dhe flamuri amerikan, ngrijeni këtë flamur dashur shqiptar sonte, në korridor, në balkon, në qati, në makinë, nuk u pengon njeri Amerika, nuk u pengon. Jam unë këtu dashur shqiptar. Ngrijeni flamur ku të kini dëshirë, do t'jini të nderuar, sepse këto 2 flamurët kanë shpëtuar kombin e Shqipërisë. Natën e mirë dashur.
Profesor, të falenderoj. Të dashur bashkëdhetar, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.